Rreshtet e shiut dhe ulja e temperaturave është shoqëruar me problematika në qarkun e Elbasanit. Në aksin rrugor nacional Elbasan-Qaftan kanë filluar rreshtet e dëborës dhe qarkullimi vijon, por është ngadalësuar dhe nën monitorimin e autoriteteve në të gjitha akset ku ka prani dëbore dhe ngricash. Strukturat përgjegjëse po punojnë për pastrimin dhe kripostjen e rrugëve. Në Bashkinë Belsh, liçeni kryesor ka dalë nga shtrati ndaj që prej ditës së djeshme janë hapur portat e shkarkimit. Si pasojë, segmenti rrugor Belsh-Trojas është bllokuar për shkak të përmbytjes. Në Bashkinë Gramsh raportohet për prurje të shumta nga lumi Devoll në njësinë administrative Pishaj dhe nga lumi Kërpis në njësinë administrative Kushov, duke rrezikuar tokat bujësore dhe banesat. Ndërkohë hidrocentrali i Moglicës ka nisur shkarkimet rreth orës 8:30, fillimisht me 50 metër në kub për sekond dhe më pas me 100 metër kub për sekond. Ka krijuar problematika, por problematika të cilat janë mbajtur nën kontroll dhe deri tani nuk kemi bllokim të segmenteve rrugore. Më problematik është situata në fshatin Kërpic për shkak të daljes lumit të Morricës nga shtrati. Gjithsesi ne me mjetet tona, me fjalë në mënyrë të vazhdueshme, kemi qenë në gëdhëshmëri për të eliminuar këto raste. Ka patur njëkohësisht shëmbje të skarpatave të rrugëve, kryesisht në segmentin rrugor Kodovjat Kukur, por ndërmarrja e rrugëve, me fjalë grupi i punonjësve, ka marrë masat e menjëhershme dhe deri tani pra nuk ka patur segmente rrugore që mos kalojnë mjetet. Në Bashkinë Cerrik është kërkuar mbështetje me mjet zjarfikës nga MZSH Elbasan për largimin e ujit në stacionin elektrik pranë në uzinës së naftës, pasi rrezikohet funksionimi i stacionit dhe siguria e punonjësve. Në njësitë administrative Gostim dhe Mollas ka nisur përmbytja e tokave bujësore. Në Bashkinë Peqin po punohet për pastrimin e aksave rrugore që lidhin fshatrat me qendrat e njësive administrative për shkak të rreshqitjeve të dherave, ndërsa në Bashkinë Prenjas raportohet një rast i futjes së ujit në bodrumet e 2 banesave, ku është ndërhyrë nga shërbimet e MZSH-s për normalizimin e situatës. Si pasojë e motit të keq, raportohet gjithashtu për stakimet dhe defektet e energjisë elektrike në disa zona malore të bashkive, Librazh, Gramsh dhe Cerrik.